Praktikisht me këtë veprim që bëri Donald Trump, ju tregon gjithë liderëve të botës që unë nëse dua dhe ju bëni, po themi, veprime dhe vendime kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës, ju vi, ju marr, ju paketoj dhe ju dërgoj në SBA për t'ju përgjigjur ndaj drejtësisë në Shtetin Bashkuar të Amerikës. A e përfshin këtë retorikë dhe Ballkani? Patjetër që e përfshin edhe Ballkanin. Ai jo më kot e nxori vendimin për Ballkanin. Ky është sinjal. Unë kam thënë që i pari që e kuptoi dhe e lexoi mirë këtë lloj vendimi të Trumpit ishte Vučići, i cili në fund vite tha që kjo është konferenca ime e parafundit ose e fundit si presidenti i Serbisë, duke dhënë të kuptohet që do ketë zgjedhje parakoshme. Ashtu që edhe vendet e tjera të Ballkanit, qoftë edhe Malizia, Maqedonia, Bullgaria, të gjithë janë në këtë lloj linje, domethënë po e lexojnë atë i vetmi vend që nuk do dhe nuk do ta lexoj apo do të vazhdoj atë politikën e tashmë të asaj organizate që vetë Trump e ka shpallë terrorizë, Sorosin është vetëm Rama, absolutisht asnjë nga vendet e tjera të Ballkanit nuk japin atë forcinë e tyre apo përdorimin e të gjithë pushtetit siç e përdor Rama për t'i kundërvuar, domethënë politikës amerikane dhe vetë Donald Trumpit. Këtë e tregoi edhe në konferencën e fundit të shtypit të vitit, ku jo vetëm që u tregu arrogant në atë çfarë foli, por u tregu dhe sfidues duke deklaruar domethënë që mos dëgjon ata që janë ata ndetit, po të isha unë në komisionin e mandateve të kisha nxjerrë për jashtë prokurorin e SPAK-ut, domethënë lufta kundër SPAK-ut e ka kthyer në luftë personale, por njëkohësisht duke goditur edhe politikën e Amerikës apo vetë Trumpin me qëndrimet e këtij. Kështu që Ballkani është në shenjestër për një nga vendet që është më i prekshëm për sa i përket Sorosit flasim, është pikërisht Shqipëria. Dhe nëse do ta veni re në Shqipëri, unë kam thënë që ky do mundohet edhe të mbledhë rreth vetes të gjithë sorosianët, ku janë e kush janë, domethënë do t'i marrë, do t'i mbledhë për t'i futur aty në qeverinë atë në guackën e tij dhe për të bërë të mundur që çdo vendim i SPAK-ut, çdo kërkesë e SPAK-ut për sa i përket imunitetit të deputetëve, ta bëjë të pamundur, pra ta kthej tashmë parlamentin ta kthej në një barrierë të pakapërcyeshme të SPAK-ut. Shohim a do t'ia dali dot. Unë them se nuk do t'ia dali sepse Amerika ka një plan B, nuk do vazhdoj me të njëjtin plan që ka. Ashtu siç e bëri me Maduron, që ja kërkoi një herë, ja kërkoi dy herë, i bëri presione të ndryshme, ai vazhdoi atë lojën pastaj derisa arriti në atë operacion. Ndoshta këtu nuk arrit me një operacion të tillë, se nuk ka nevojë një operacion të tillë bëhet në Shqipëri, por ka, domethënë në dorë ka qoftë çështjen me Gonigalën, më kam thënë qoftë çështjen me Gonigalën, qoftë çështjen e Sinaloas. Janë dy çështje që Rama mund të merret dhe mund të dërgohet në Amerikë për të dalë para drejtësisë amerikane, pikërisht për shkeljen e sigurisë së Amerikës. Atë shkelje që ka bërë në Shqipëri, domethënë që ka shkel siguri kombëtare tek ne dhe çuditërisht duke ne nuk ndihet kjo lloj trishnie, sepse një njeri që shkel sigurinë kombëtare, akcie, keshje, janë siguria kombëtare. Unë kam thënë që ky porti Durrësit do të jetë porti i cili do t'ju haj kokën të gjithë këtyre, sepse aty është prek vërtet siguria kombëtare e Shqipërisë, por është prek edhe siguria kombëtare e NATO-s edhe e Amerikës bashkë. Kështu që do ketë veprime edhe në Shqipëri, patjetër. Dhe Ballkani është një pikë nxehtë, të themi, për sa i përket asaj strategjisë që ka Amerika në Ballkan për ta mbajtur Ballkanin, mos ta lej në atë projektin e Bashkimit Evropian. Ai projekti i Bashkimit Evropian, kur unë kam thënë që unë nuk dua të futem në Bashkimin Evropian.
Nuk më pëlqen Bashkimi Evropian, nuk dua të futem sepse është një kooperativ. Shumë kush e ka marrë edhe si një thënie, si deklaratë qesharake. Por të gjithë veprimet që po bëhen në Bashkimin Evropian po tregojnë hapur që dhe vendimi që ka marrë Trumpi për Bashkimin Evropian është vërtet ai kundërpërgjigje që jep politikës së Bashkimit Evropian. Në politikën e Bashkimit Evropian do ta shihni, do dalë dhe Meloni do jetë një nga ato që do ta nxjerrë më së shpejti, është varfërimi i vendeve të Ballkanit dhe përdorimi i vendeve të Ballkanit në qendra refugjatësh. Nëse do shihni, Rama ka marrë një vendim për të hapur 20 qendra refugjatësh dhe ky është projekti i Ballkanit. Dhe çuditërisht e gjithë politika shqiptare vrapon me termin që do të futemi në Europë, do të futemi në BE, do të futemi këtu, ku do futemi? Tek ai vend që është i korruptuar, tek ai vend që përdor vetëm politika të majta dhe është i vllapëruar nga e majta dhe nga korrupsioni. Dhe do shihni se sa është korrupsioni në Bashkimin Evropian. Kështu që sovraniteti i vendeve është ai që vendos. Dhe sovraniteti i vendeve është ai që e mban gjallë një kom. Ajo që politika sorosiane ka, çka ka? Heqjen e identitetit kombëtar, dhe shpopullimin e vendeve. Gjë që deri tek ne e ka realizuar. Themi atë që është. Tek ne e ka realizuar. Tash të shohim ndërhyrjen e Amerikës të politikës amerikane dhe veprimin që do bëjë ajo për sa i përket Ballkanit dhe Shqipërisë. Shqipëria është qerdhe e Sorosit. Duhet të kuptojmë drejt, Shqipëria në të gjithë 35 vjeçarin e kam thënë me mira herë që në 35 vjet Shqipëria ka ndjekur politikën e Sorosit dhe prandaj jemi në këtë vend ku jemi, që vendi i cili bëhet kalimi i drogës, vendi që pastrohen parat, vendi që ka një korrupsion masiv dhe një vend që është arritur të ndërtohet mafja shtetë. Dhe po ta vesh re, dy gjëra janë në politikën shqiptare. Ajo që në 35 vjet partitë apo në atë sallën e kuvendit nuk është përmendur asnjëherë që të ndërtojmë kapitalizmin, sepse nuk duan kapitalizmin, ta duan thjesht ekonominë e hapur. Ato ekonomi të hapur që pranojnë gjithë krahët, nuk ka asgjë. Ndërsa fjalën kapitalizëm nuk e përmendën kurrë. Dhe ajo që është tjetra pasaj është që kur nga këta nuk duan ta pranojnë që Rama ka ndërtuar mafia në shtet. Dhe arsyet, le t'i tregojnë vetë pse nuk e pranojnë, është e drejtë e tyre. Por unë në fakt them atë që për 35 vjet në Shqipëri qoftë opozita e sotshme nuk e ka përmendur një herë që Shqipëria do të ndërtojë kapitalizmin, por jemi gjithmonë në tranzicion. Jemi vetëm vend që kemi 35 vjet tranzicion dhe vazhdojmë në tranzicion pa asnjë lloj pikësynimi. Dhe futjen në Bashkimin Evropian ta e kërkojnë për të mbyllur të gjithë ato pislliqet që kanë bërë brenda Shqipërisë dhe për t'i transferuar me atë pjesën që ne do futemi në Bashkimin Evropian. Kështu që është një politikë e mirë menduar e Amerikës, është një politikë e cila e di mjaft mirë që vendet e lindjes dhe sidomos Ballkani është i implikuar dhe i kapur nga Sorosi, nga politika e majtë. Më mirë themi tashmë, nga politika e majtë, dhe kështu që kjo politikë duhet ndryshuar, sepse për sa kohë po ndryshon në gjithë botën, po evoluon, domethënë e djatha po ecën përpara tashmë, nuk ka më kthim pas. Atëherë duhet të ishte edhe Shqipëria, duhet të ishte në këtë lloj linje. Me sa duket, politika shqiptare nuk e pranon të djathtën, nuk pranon kapitalizmin, duan të ngelen ke ajo e majta, duhet të ngelen tek ai ekonomia e tregut dhe të vazhdojnë ta shtypin këtë popull apo ta varfërojnë këtë popull në mënyrë maksimale. Amerikanët e dinë shumë mirë, sepse janë prezent këtu qoftë me Fukuina dhe qoftë me ndjer. Loja që po luhet me spakun, bariera që po i bëhet spakut, por dinë mjaft mirë edhe varfërinë dhe shtypjen që i kanë bërë të popullit, i kanë bërë nëpërmjet votimeve, nëpërmjet atyre ligjeve, të cilat kanë qenë gjithmonë në disfavor të qytetarëve, qoftë edhe ligjin elektoral të zgjedhjeve, qoftë ndarjen e territoreve, në të gjitha po t'i shohim, qoftë edhe në kushtetut, ja kam thënë edhe herë.
Pse jemi ne vendi domethënë guacka e Sorosit? Sepse ne kemi futur edhe në kushtetutë Sorosin. Domethënë shoqëria civile ndodhet në kushtetutë dhe me shoqërinë civile ky ka kapur gjithë institucionet. Pra nëpërmjet Sorosit ka kapur gjithë institucionet. Po të shihni për shembull gjykata kushtetuese në vendimin që mori për Ballukun, 3 gjyqtarë që ishin gjyqtarë që kanë punuar gjyqtar, të 3 ishin kundra dhe bën një argumentim shumë mirë ligjor. Ndërsa të 5 të tjerë, të cilët drejtohen nga Gendi Ibrahimi, kryetari i Sorosit, atëherë të 5 morën një vendim kundra dhe me një argumentim banal. Domethënë vetëm argumentimi i një gjyqtari nuk mund, i gjykatës kushtetuese nuk mund të ishte, nuk ishte edhe një gjyqtar i shkallës parë jo të kushtetues, por gjithsesi ata e morën të vendim, majnë ata përgjegjësi tashmë për atë çfarë bën. Dhe duke qenë se Rama tashmë ka frikën e gjykatës kushtetuese, se do shihni që ajo gjykatë kushtetuese nga 5-3 ka për dalë 8-0 në vendimin tjetër, se presionin e morën edhe e panë në reagimin e gjithë vendeve, tash ai kërkon që të vej barierë, të vej parlamentin. Vej parlamentin sepse presidentin ai dihet që firmos ai, se ai presidenti kaptar që është atje ai nuk ka çfarë firmos ai s'di asgjë, ai ka halli se është vetë me dosjen SPAK. Kështu që ai tashmë kërkon të vej barierë parlamentin dhe të gjithë politikën që do të kërkoj zhvillimin e ngjarjeve të Shqipërisë. Viti 2026 them se do jetë viti përmbyllës për sa i përket kësaj lloji politike dhe këtyre lloj parapolitik i quaj gjithmonë, i kam quajtur gjithmonë parapolitik, se vetëm politikanë nuk janë. Kështu që do të shohim tash se si do heci, por shpresat janë domethënë se çështja e 2025 u kopsitën, u mbyllën, domethënë shumë afera janë mirë mbyllur dhe kanë shku para derës kryeministit, tash i kërkohet vetëm hapja e derës kryeministit, tash gjithë model. Ishte një gjë përgatitur dhe deklaruar me kohë, ku presidenti i Amerikës e kishte shpallur luftën kundër drogës, korrupsionit si prioritet të politikës të jashtme të Amerikës, pasi droga dhe korrupsioni, pastrimi i parave janë pjesa e cila financohet dhe financon grupet terroriste për të kryer aktet e një pasnjëshme të cilat kanë sjellë pasojë në gjithë globin. Kjo lloj lufte e shpallur nga Trumpi dhe e deklaruar për Venezuelën për kaq kohë si nuk është një sulm i cili u bë në mënyrë të beftë, por ishte një sulm i parapërgatitur pas disa lajmërive që Trumpi i bënte Maduros për kthimin e politikës tij ose tërheqjen më mirë themi nga politika, një mesazh që Maduro nuk di ta lexojë, nuk e lexoi, nuk e bëri, por vazhdoi me atë lloj politike të tij, gjë që detyroi më pas Donald Trump merrte një vendim, sepse duhet kuptojmë është direkt vendimi i Trumpit sulmi ndaj Venezuelës dhe ajo që të bën përshtypje është që pati një operacion special sipas lajmeve, i cili arriti të marrë themi të arrestoj në godinën e tij, në pallatin e tij, presidentin Maduro bashkë me bashkëshorten e tij dhe t'i dërgojnë në Amerikë për t'u përballë drejtësisë amerikane. Kjo është kur preket siguria e Amerikës, unë e kam thënë gjithmonë, nëse preket siguria e Amerikës, amerikanët nuk do falen për sa i përket sigurisë së Amerikës. Kjo është taksative dhe këtë e vërtetuam pavarësisht nga kosteve e lartë që mund të kenë shpenzuar për të bërë këtë lloj operacioni, por kur operacioni pastaj del me sukses, çdo gjë mbyllet dhe është justifikuar, domethënë çdo lloj gjë. Tash i priten zhvillime të mëtejshme, por lajmet e para janë që është marrë presidenti dhe do përballet me drejtsinë amerikane. Ky është lajmi që po merr, domethënë në të gjithë botën. Dikush mund ta quajë si ndërhyrje në punët e brendshme, dikush mund ta quajë si
pushtim, në rrëmbim, por ajo që është kryesorja është për të dalë tek ajo pjesa e lufta kundër majtisëve, themi, atë që ka luftë që ka shpallur dhe brenda Amerikës, e ka shpallur si organizatë terroriste. Sorosin, këtu kemi të bëjmë me vende majtiste, vende të cilët vazhdojnë me atë internacionalizmin e tyre, vazhdojnë me politikat e tyre duke i varfruar popujt dhe duke u pasuruar vetë. Kjo është ajo që bën, domethënë, sens për sa i përket këtij sulmi që bëri Amerika në Venezuelë. Reagimet ishin të paktën ishin nga vendet fqinje të Venezuelës, të cilat janë edhe ata janë vendet me Amerika Latine zakonisht kryesisht janë vendet të politikave të majta, janë me atë internacionalizmin e tyre, me vazhdojnë ata me ato guerilet, me atë idenë e imperializmit e më thash, kështu që ky lloj sulmi ishte për t'i treguar edhe vendeve të tjera që jeni në këtë lloj linje, domethënë do të përballeni me këtë lloj linje, nuk keni ku shkoni nëse do të vazhdoni akoma me ato dhunën, qoftë verbale, qoftë institucionale që ata bëjnë duke bërë pas parasysh se nuk bëjnë absolutisht as një lloj zgjedhje, gjitha i kanë farsa dhe propagandën. Do të shohim tashmë se si do reagoja, do jetë aftë opozita venezuale të ndërhyjë për të bashkuar kësaj linje dhe për të bërë diçka atje në Venezuelë, për të kthyer politikën e Venezuelës, apo do rrihen pasiv dhe do presin pastaj çdo gjë të komanduar nga Amerika. Kjo është për të parë në ditët vijim. Zoti Merkoçi, një ndërhyrje mjaft precize pa pasur humbje jetësh nga ushtria amerikane, çfarë tregon kjo, çfarë niveli të përgatitjes ushtarake tregon kjo për Shtetet Bashkuara të Amerikës? Ajo tregoj edhe një herë që është superfuqi në armatim apo në ndërhyrje speciale, mos harroj se janë në këtë ndërhyrje kanë qenë deltat që kanë bërë gjithë operacionin, nuk kanë qenë pjesa tjetër, ka qenë delta që kanë bërë operacionin. Ata janë të përgatitur për sulme të tilla dhe vetëm ata mund të bëjnë këto lloj sulme, domethënë. Plus armatimin që kanë, plus po ajo që është më kryesorja është ajo pjesa që kanë qenë të mirë informuar për vendodhjen e Madurës, ku ndodhesh, apo për të gjithë pozicionet luftarake që janë, po të shohësh edhe goditjet që janë për bazave ushtarake, dhe një nga bazat më mëdha që kanë pas këta në Venezuelë është goditur, dhe këtë lloj informacioni domethënë mund ta kenë vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse vetëm ata mund t'japin dhe të marrin këtë lloj informacioni për sa i përket Venezuela nuk e ka atë nivel të ushtrisë, mos harrojmë, ju thash edhe një herë që ata janë një vend i cili vërtet kanë edhe një komandë të përgjithshme, po janë një vend të cilët ushtarakisht ata veprojnë sipas kokës së tyre, pra janë të ndarë në segmente apo në vetë qeverisje, themi, për sa i përket ushtrisë nuk presin urdhra, po ajo që ishte e dukshme në Venezuelë, ishte pjesa e cila pavarësisht se kishte kohë që flitej për një sulm të tillë, duke bërë edhe disa sulme ndaj anijeve të cilat sipas inteligjencës amerikane ata kërkonin të transportonin drogën. Tash do të shohim domethënë nxorën trupat e ushtrisë, nxorën rrugë, po kjo nuk ka asnjë lloj vlere, sepse ajo që ishte për të bërë, domethënë ai sulm i befasishëm dhe i koordinuar në mënyrë perfekte. Domethënë, nëse do e marrim në notat e asaj me notën 10, domethënë 10 për 10, nuk kishte asnjë lloj humbje, asnjë lloj gjë dhe realizimi në mënyrë rekord i qëllimit që kishin arrestimin e Madurës.